Miq, nuk kam dashur kur të flas për këtë çështje, por sot do të flas. Sepse kupa u mbush. Do të flas me shumë sinqeritet, me shumë besnikëri dhe me shumë realizëm rreth kësaj situate që do të them pak më poshtë. Në Kosovë ekziston një frym anti-shqiptare. Dhe për këtë më vjen keq. Jam shumë i trishtuar. Një frym antikombëtare. Dhe për këtë më vjen keq. Dhe çuditërisht, në Shqipëri ka një perceptim, në Republikën e Shqipërisë administrative, ka një perceptim që Kosovë janë anëtar. Jo, nuk është e vërtetë. Kjo nuk është e vërtetë dhe nga statistikat që kemi ne, si shoqata e tjerë. Pse? Po e them këtë. Është një djalë i cili do të luajë me kombëtaren shqiptare. Kombëtarja shqiptare presumon kombëtaren shqiptare, të gjithë shqiptarëve. Kosova është një grimc. Është një grimc, mësojeni miqtë e mi të Dardanis. Është një grimc siç është labëria ime. Fëmijët e një prindi nuk maten kush bën më shumë ose kush bën më pak. Rëndësi ka që janë të një prindi dhe i shërbejnë së njëjtës familje. Nuk mund të ketë kom kosovar. I them këtyre gazetarëve bastard që përmendin kombin kosovar dhe duan të përçajnë kombin tonë. Ky djalë, nëse do të luajë me kombëtaren, do të luajë me kombëtaren e Shqipërisë, dhe kombëtarja e Shqipërisë është në Tiranë. Dhe Piemonti i Bashkimit Kombëtar dhe Piemonti i Shqiptarisë është në Tiranë, nuk është në Prishtinë. O byth pambuk, i them këtyre gazetarëve, o byth palar, që deri dje nuk pate as shtet, nuk pate as një gjë. Dhe pa ndihmën e tokës Am, dhe pa ndihmën e gjithë shqiptarëve nga Preveza dhe deri në Nish, nuk do të bëje as shtet as një gjë. Dhe është bërë dhe një tradhti. Një tradhti e jashtëzakonshme. Tradhtia më e madhe që i është bërë heronjve dhe dëshmorëve të UÇK-s. Gjaku të tyre, po dhe të gjithë prindërve, gjyshrëve edhe stërgjyshve tanë që ka rënë për këtë tokë. Miratimi i kombëtares i skuadrës së futbollit të Kosovës është një përçarje e jashtëzakonshme. Është kriminale. Është kriminale të krijoheshin dy federata, një federat, një gjuhë shqipe, një epicëndër, një komb, një gjuhë, një flamur. Si nuk u vjen turp. Dalin ca paçavure, ca proserb, ca bastard dhe promovojnë kombin kosovar. Po cilin komb kosovar, more? Brekmut. Cilin komb kosovar, more? Kosova është pjesë e Shqipërisë. Pjesa e Shqipërisë është Kosova, siç është Çamëria pjesë e Shqipërisë. Siç është Ilirida pjesë e Shqipërisë. Siç është Lugina e Preshevës pjesë e Shqipërisë. Siç është Malizia, ato toka që na kanë marrë janë pjesë e Shqipërisë. Ore bastard, ore gjark prishur. Po çfarë keni këto mor që doni të përçani kombin? Po kush jeni ju mor bastard që kur u bë lufta ju fshet si minjt dhe tani keni ardhur të merrni benefitet. Tradhtia më e madhe që i është bërë këtij kombi dhe atyre djemve të nënave që dhanë jetën dhe dhanë gjakun për këtë komb është krijimi i kombëtares kosovare, i federatës së futbollit të Kosovës. Kjo është një tradhti kombëtare që është bërë. Që është bërë kombit Shqipërisë, kombit kombëtar, kombit ton. Jo që i është bërë Kosovës, i është bërë gjithë kombit. Është bërë gjithë kombit. Shikoj disa gazetar inferior, infantil, me të meta mendore, madje të sëmur, invalid mendor, të cilët në të gjitha televizionet e Kosovës, po kombëtarja jon, po cila kombëtare, moj baxhell. Ca gazetare femra, ca njerëz të pa formuar, pa shkollë, ignorant, mediokër. Cila kombëtare, moj? Do thuash skuadra e shtetit ton, kaq. Kombëtarja është në Tiranë. Prandaj djemtë e nënave që e ndjejnë këtë komb, që ndjejnë flakën dhe gjakun e dëshmorëve të atë dheut nga Preveza në Nish, luajnë me Tiranën. Luajnë këtu me kombëtaren shqiptare, me kombëtaren e të gjithë shqiptarëve. Ç'është ky komb kosovar? Kush e pirth të kombin kosovar që po krijoni juve në mënyrë artificiale? Nuk ka komb kosovar. Ka shtet të Kosovës, të detyruar nga kushtet politike e gjeopolitike të kohës, nga të gjitha esapet që ka ndarë bota me ne dhe ka bërë
ndaj nesh, kundër nesh, krijuam një shtet, fatmirësisht e krijuam. Nga e keqja, kjo është e keqja më e vogël, edhe pse do duhet të ishim të bashkuar në një kombë të vetëm. Në një kombë kemi, kombi shqiptar, o ignorant, o njerëz të trash, o dru me pre. Tani dy rrugë janë, ose juve jeni të trash, ju gazetar dhe bastard që ftoni njerëz anti-shqiptar nëpër televizione, ata njerë janë plera komplet. Janë lum i kombit, janë mbeturina ushqimore, trupore e kombit, do me thënë mut, ta përkthejnë shqip, ose kini një qëllim të dyfisht. Dhe ne i thoni, i kini të lidhur fishat në Beograd, apo i kini të lidhur në Shkupin Macedono-Bulgar, apo në Athinën zyrtare, apo diku në Rusi. Ne i thoni, o bastard, si orë mund të ketë komb kosovar? Kush është ky komb kosovar, more? Legena, more ordiner, more plera, more gjak prishur, që shkelimi gjakun e Adem Jasharit, dhe të gjithë të rënë me pratë dhe. Si nuk u vjen turp, jam shumë i irrituar, miq. Është e papranueshme. Djemtë të Shqipes nga Preveza në Nish do luajnë me kombëtaren e Shqipërisë që është me qendër në Tiranë. Me qendër në Tiranë. Prishtina është zero. Thjesht është një shtet artificial të cilin ne duhet ta marrim ta bashkojmë me Shqipërinë. Është zero. Edhe Shkupi është zero. Kjo është koka jon, këtu është nëna dhe baba jon. Me këtë duhet të bashkohemi. Turp të vi, turp të kini. Harëm gjaku i dëshmorëve të dheut. Harëm qumshti i nënave shqiptare. Harëm. Maskaj.